Miq Prizmus, këtë ditë ka pasur një polemik midis një arkitekti të njohur në Shkodër, për pudor politik nuk pja përmend emrin, sepse sigurisht është një njeri politik. Dhe kjo nuk është se ja shton vlerat, po ja pakson në raport me profesionin që ka. Dhe sigurisht në fasadat e tij dhe në projektet e tij është ndier në qytet, dhe këtë mund ta them, ruajtja e trashëgimisë. Me një ndikim të fortë italian, por ruajtja e trashëgimisë, në fundit fasadat e tij dhe projektet e tij kanë pas më tepër dëshirë, është dalluar dëshira për të ruajtur edhe trashëgiminë dhe njëkohësisht ka qenë njëri që ka punuar në sektorin e trashëgimisë. Dhe sigurisht që njihemi shumë mirë me njëri tjetrin. Në fakt, ky person, ky arkitekt, ka nxjerrë një projekt, plan projekt, sigurisht i pa aprovuar, i pa konkluduar, i pa regjistruar, i pa afirmuar, të Bashkisë Shkodrës e me firmën e Benet Becit, i cili, sipas të thënave, do që të shkatërrojë, pra çon si problem kryesor deformimin e zonës historike, zonës së mbrojtur, me ndërtime, sipas tij, pallateve 7 kate, 8 kate. Duke transformuar dhe pastaj kërkon edhe shtron problemin, kështu po shkatërrohet trashëgimia, kështu po shkatërrohet Shkodra, kështu po shkatërrohen traditat tona, dhe kështu po bëhet një krim ndaj qytetit. E gjithë kjo fabul është ngritur përmbi një dokument që e nxjerr edhe ku është edhe emri i Benet Becit, kryetarit të bashkisë. Nuk janë konsultuar, duhet pyesim ne, duhet pyesim qytetin. Qyteti nuk ka mbënd, nuk do ta lejojmë. Fillojnë edhe këto tipat e no pasaran, ne jemi kështu e ne jemi ashtu, dhe bën një mbledhje intelektualesh, ku midis tyre realisht shoh 2-3 intelektual. Njërin prej tyre e njoh për shembull, ka qenë edhe drejtore e rruga urave, dhe këtu në lagjet tonë, kur i thoshin që thanë, apo na shtrojnë lagjen, thotë po bën 700.000 lekë të asaj kohe. Nuk e kishte plan, po ta doni ta shtronin e parë tuaj e bën 700.000 lekë. Dhe boton kështu biografish njerëzore, ku ju thot njerëzve, ma jep biografin tënde sepse unë do ta mbledh në libër dhe do ta botoj. Krahas shumë veprimtarive tjera të mira që bën, po domethënë intelektuale. Pastaj një piktor, një skulptor, sigurisht të nderuar. Pastaj një bojaxhi i cili është shitet për intelektual, një tjetër që flit të shumë edhe që nuk është as intelektual edhe nuk është as qytetar i Shkodrës, do punë bëhet qytetar i Shkodrës, edhe disa tjera të cilët pastaj marrin zjarr edhe afsh, sigurisht janë me anime të jashtëzakonshme politike, por që nuk ka asnjë lloj problemi pse janë me anime politike, sepse sigurisht edhe personin fjalë që e ka bërë është januar politikisht, shumë januar politikisht, edhe tjerët ishin në krahun tjetër të januar politikisht, po që po mbronin Shkodrën nga një dokument i cili sigurisht as nuk ishte shpallur, as nuk ishte aprovuar, po ishte tentativ që sigurisht arkitekti thoshte shiko çfarë po bëjmë, po ne nuk e lejojmë. Dhe çfarë doli pastaj? U përgjigje edhe bashkia, me sa duket u përgjigjen disa elementë tjera aty që thonë erës është e vërtet fare. Ai është një projekt i cili nuk ka shkuar e la dhe do të zbatohet gjitha ligjet që ka shteti, sepse nuk aprovohet thjesht nga Bashkia e Shkodrës, por shkon deri lart. Dhe nuk është e vërtet që do ketë 7 kate, po deri në 3 kate, por që praktikisht nuk ka mbaruar asgjë, nuk ka mbaruar as konsultimi, do hidhet në konsultim, do diskutohet shumë, pastaj do të bëhet, pra nuk ekziston si aprovim ose nuk ekziston as si element i cili sigurisht pastaj ka në të edhe korrupsionin dhe deformimin në zona historike. Por sqarohet edhe një element tjetër. Personin fjalë që i çon gjithë këto probleme, edhe që është arkitektin fjalë, është një pjesë e atyre gabimeve të mëdha të bëra në Shkodër, për ndërtime pikërisht në këtë zonë mbi 7 kate,
një prej atyre projekteve që ka bërë, i është afruar një monumenti kulture vetëm 5 metra afër, dhe u anullua sepse do ndërtohesh, në gabim të madh të aprovimit nga Bashkia e Shkodrës dhe disa elementeve të tjerë janë refuzuar shumë projekte të tijat, edhe nga dikushmit, po sidomos nga Bashkia, sepse sigurisht nuk kanë qenë në përputhje me ligjin, prandaj është një kompleks përplasjes së interesave personale, të mosmarrjes leheve dhe projekteve të tija për një sulm të tillë, të përgatitur për diçka që s'ka ndodhur, nuk do të ndodhe dhe nuk është e vërtet ashtu siç thuhet në akuzat e mëdha që si këta intelektualët që mblidhen dhe vet arkitekti që i mbledh po bëjnë gati në zhurmën e famshme mediatike dhe pastaj facebookiste, ku dalin njerëz të cilët sigurisht sulmojnë njërin anën tjetër, ju Facebookun e merrni vesh sa intelektual është për nga cilësia që ka. Aty në Facebook kanë të drejtë gjithë të marrët të shpallin independencën e tyre intelektuale. Marrëzia më e madhe aty ka fush betejën më të bukur. Facebooku i tillë është përgatitur të jetë fush beteja intelektuale të marrëve. Edhe njëkohësisht atyre që i shfrytëzojnë të marrët. Por nuk është fjala në këtë rast. Të mbrosh qytetin është gjë e rëndësishme. Unë e njoh shumë mirë arkitektin. E njoh jashtëzakonisht mirë. Edhe e di që nuk ja do të keqen qytetit. Por arkitekti ka një konflikt të madh interesi dhe një nerv, një inat të jashtëzakonshëm. Urrejtë të jashtëzakonshme sepse sigurisht nuk janë aprovuar projektet e tija. Ky është një problem që ka me bashkinë, bashkë edhe me kryetarin e bashkisë. Por se cila palë ka argumentet e veta. Arkitekti që unë jam i përkor dhe ana pala tjetër thotë jo nuk je i përkor, ke bërë shumë gafa dhe gabime. Edhe ka argumentet e veta sepse një pallat dhe një pallat tjetër nuk t'i kemi aprovuar sepse bile nuk janë ndërtuar dot, sepse sigurisht kanë qenë gabim. Dhe normalisht njëri prej tyre, sigurisht afër një monumenti kulture, shumë të rëndësishëm dhe shumë të bukur në Shkodër, ishte krejtësisht gabim. Unë nuk e di bile si e ka bërë këtë gabim, po mbase kërkesa edhe për element ekonomik ose financiar, mbase të çonë deri këtë punë. Sepse kam qenë i sigurt gjithë jetën time që një arkitekt i tillë, personin në fjalë, nuk është dorëzuar para joshjes. Po vjen një moment ndoshta dhe pastaj s'ke çfarë i bën. Ai projekt ishte projekt për të rrëzuar tokë, për mos u pranuar. Ashtu si kundër Bashkia e Shkodrës ka bërë gafa të mëdha në atë kohë, mund të bëjnë dhe sot, por këto janë argumentet. Të çosh një akuzë për mbi diçka që jo vetëm s'ka ndodhur, por nuk është e vërtetë, dhe ka shumë gënjeshtra brenda për brenda, ose manipulime, ose një servirje, sidomos nga brenda, që kjo do të ndodhi kështu, ne kështu e mendojmë. Dhe pastaj të fillosh të bësh edhe polemikat, ju po gënjeni, ne po gënjeni, ju mashtroni, dhe brenda për brenda, jeti me interesat tuaja. Të projekteve të jo të, këtë e di shumë mirë, janë projekte të refuzuara. Gati jam edhe unë për të besuar që pse ja kanë refuzuar projektin, por argumentet e dy palshme janë kaq të ndryshme dhe kaq në përplasje me njëra tjetrën, sa rregullisht pastaj një njeri i cili do që të bëj hetim mund t'i zbuloj kush është e vërteta, ajo një që është jashtë kësaj. Gjithsesi, të flasësh me fjalë të mëdha, të kesh konflikt interesi dhe të thuash diçka e cila pastaj të kthehet në bumerang nuk është punë e mirë. E sidomos kur konsideron intelektual disa persona të cilët nuk kanë lidhje me intelektualizmin, bile nuk kanë lidhje as me Shkodrën. Nuk kanë lidhje as me shkodrancën dhe nuk kanë lidhje as me mbrojtjen e qytetit. Dhe sigurisht nuk kanë lidhje sepse ju dihen marrëdhëniet që kanë. Ju dihen marrëdhëniet e familjarëve, si kanë vepruar familjarët, bia dhe bi, çfarë kanë bërë për Shkodrën, sa keq janë sjellë për Shkodrën. Dhe këtë punë, as arkitekti, as disa aty nuk mund na i tregojnë sepse i dim. Nuk mund na i tregojnë as nuk mund na gënjejnë. E njëkohësisht nëse është e pavërtet, ajo që në akuzën themelore bëhet që ky projekt është bërë për të shkatëruar Shkodrën, për të shkatëruar trashëgiminë e saj dhe interesat e saj qytetare. Interesat e qytetit i mbrojnë ata që nuk kanë konflikte interesit. Që nuk kanë konflikte interesit, që janë larguar këtij konflikti. Jo njerëz që janë pjesë e konfliktit. Janë pjesë e konfliktit, qoftë edhe me një gabim të vetëm.
Mund të kesh bërë 1000 mrekullira, një gabim të bësh, pastaj aty je në konflikt. Dhe kjo është e keqja e madhe, jashtëzakonisht e keqja e madhe. Mbase një e keqja e detyruar nga pamundësitë financiare, nga refuzimi i shumë projekteve, mbase, dhe këtu nuk di çfarë them, të hiqem, por konflikti i interesit është i hapur, i qartë dhe i evidentueshëm. Shkodër nuk e mbrojnë njerëzit e konfliktit të interesit. Shkodër mbrojnë ata që duan ta zhvillojnë dhe duan Shkodër. Shkodra nuk mund të rrijë aty ku është. Edhe Parisi nuk është ai Parisi i 1800-s. Dakord? Dhe aty ka ndodhur. Qytetet në Evropë mund të jenë prishur dhe ndërtuar ashtu si kanë qenë, edhe të bombarduar. Shkodër me ato ndërtimet që shohim sot, shumicën e ndërtimeve që nuk e ka bërë kjo bashki. Dhe këtë ai arkitekti bashkë me intelektualet e mëdhenj që kanë qenë aty, këtë Shkodër fare të bukur, kështu nuk e ka bërë as kjo bashki, as ai që thon këta do ta bëjnë Benet Beci. Jo, më këta e kanë bërë tjerë, ato që kanë marrë leje, ky arkitekti. Që mbase i ka pasur më të mira gjëra, se shumë të tjerë aty që kanë ndërtuar këto apartamente që janë super të shëmtuara. Super të shëmtuara, të vendosura keq. Konceptualisht keq, të ndërtuara keq, të lyera keq, në të gjitha mënyrat të shëmtuara. Dhe arkitekti i di këto, të gjitha i di. Pastaj, pse nuk janë dhënë projektet, këtë tash duhet me e pa. Aty ku dikush njëra palë thot i kenë konflikt interesit dhe jo të realizuara mirë dhe në konflikt me rregullat dhe rregulloret, dhe në anën tjetër, momentin që sigurisht është mësuar që ti marri dhe kësaj radhe me të vërtet mbase është ndjerë keq në këtë drejtim. Shpikja për 7 kate dhe për të rënuar qendra historike nuk është punë e mirë. Jashtëzakonisht punë e keqe bile. Në këtë mes do të shohim se si do të vazhdoj puna. Në këtë mes do të shohim se Shkodra do të zhvillohet. Nuk mund të qëndroj peng e njerëzve që e duan Shkodrën pa zhvilluar. Ose jo të zhvilluar në momentin e atyre interesave që kanë për të mos u zhvilluar nga kjo palë ose nga ky administrim ose nga ky kryetar bashkie. Kjo është jashtëzakonisht e keqe, shumë e keqe. Pastaj janë intelektualet apo s'janë intelektualet, 2 prej tyre i kam takuar edhe kam pa që kishin shumë dyshime, jashtëzakonisht dyshime. Artist mirëfillt. Kishin shumë dyshime nëse po ju serviret e vërteta dhe në pamundësinë e tyre për të vërtetuar nëse realisht ishte kështu e vërteta. Dhe besoj 2-3 prej tyre janë sqaruar që nuk ishte kështu e vërteta, askërkush nuk i do të keqen Shkodrës. Askërkush nuk do që të ndërtojnë 10 kate aty ku nuk lejohen. Dhe nuk do të ndërtohesh sepse do të kalojnë nëpër filtra të tillë. Edhe sikur të bëhet plani nuk do të kaloj dot. Po jo se e ndalon arkitekti, i cili sigurisht ka konfliktin interesit, po se kështu janë rregulloret. Dhe nuk është se nuk janë bërë gabime, po janë bërë sidomos në kohën kur aty ka qenë arkitekti dhe nuk ka qenë i Zotit një ndaloj. Dakord? Ja këtë desha të them.